Kuksi ka vendosur të mbyllë dilemat në pankinë dhe të nisë një kapitull të ri në një nga sezonet më të vështira të viteve të fundit. Panorama Sport mëson se drejtimi i skuadrës verilandore për pjesën e mbetur të kampionatit do t'i besohet Bledi Kadiut, i cili pritet të marrë menjëherë frenat e ekipit. Vendimi vjen në një moment delikat për Kuksin, që ndodhet në një situatë të ndërlikuar në renditje dhe me rrezikun e rënies që bëhet gjithnjë e më i prekshëm nga java në javë. Drejtuesit e klubit kanë vendosur të ndryshojnë kurs, duke i besuar pankinën një trajneri që kërkon të dëshmojë vlerat e tij në një ambient me më shumë presion dhe përgjegjësi. Bledi Kadiu vjen në Kukës pas eksperiencës së tij në fazën e parë të sezonit me Luzi 2008, skuadër që militon në kategorinë e dytë. Edhe pse në një nivel më të ulët, Kadiu ka fituar vlerësime për mënyrën e organizimit të lojës dhe për qasjen e disiplinuar taktike. Kuksi është në një emër me histori në futbollin shqiptar, kampioni i vendit dhe pjesëmarrës në kompeticionet europiane, por që këtë sezon po përballet me një realitet të ashpër. Objektivi kryesor i Kadiu do të jetë stabilizimi i skuadrës, rikthimi i besimit tek lojtarët dhe sigurimi i rezultateve në ndeshjet direkte që priten të jenë vendimtare për fatin e sezonit. Ndërkohë që Kuksi zyrtarizon trajnerin e ri, klubi ka pësuar edhe një largim të rëndësishëm në organik. Okseold Sefa nuk është më pjesë e skuadrës pasi mesfushori 24 vjeçar ka vendosur të rikthehej tek Vora. Mesfushori ishte transferuar te Kuksi rreth një vit më parë, duke u konsideruar një përforcim me perspektivë. Gjatë aventurës me verilandorët, ai regjistroi 19 paraqitje, kontribui me 2 asiste dhe shënoi një gol, duke qenë shpesh pjesë e formacionit dhe një alternativë e rëndësishme në mesfushë. Largimi i Sefës ngre pyetje për thellësinë e organikës, sidomos në repartin e mesfushës, ku Kuksi ka vuajtur jo pak gjatë këtij sezoni. Mbetet për tu parë nëse drejtuesit e klubit do të ndryhyjnë sërish në merkato për të plotësuar boshllëqet apo do t'i besojnë zgjidhjet e brendshme trajnerit të ri.